Me thonë drejtën tash, zbon me... Jepi shkurt se mbyllje. Po kemi diskutu gjatë, në më thonë. Kosova ka nevojë për qeveri qëndushme, mandat plot. Se e thomë këto, ju i dini për shkosh edhe këtu, dominante do tjetë interferimi ose, qësh me thonë, kshila e mjeqve tonë. Dora Amerikane. Pa Amerikë, qeverit Kosovës nuk qëndonë. Harone. Ma do me që kshine me njerë. Një përjashtim ka qenë, pra. Cili? Që kjo qeveri që shkoj 4 vjetë. Problemi është që kjo qeveri ka qenë e ka shfrytzu tranzicionin në shpinë e ballë. 4 vjetë? Sepse në gusht të vitit kalum, që ky miku yt i dashtun, Benjamin yt, që është kryeministër sot i Kosovës, ka shku dhe i ka hinë në situll PDK-s me ra qeveria edhe me shku në zgjedhje. Tash ka ne pota edhe ky ka qenë, lutem, tash ndëgjoj. Problemi është që qeveria PDK, VV-PDK në vërtet, se VV-ja është e para, ka fitu zgjedhjet, kish me kriju Kosovë stabilitet. Unë e mendoj, kjo mendimi jami. Këta e kanë ngullë qyken binovet, që zdojnë me PDK-n, në mahon, është problemi tyne. Po ashtu me LDK-n, mundet më boni qeveri kogjo stabile. Në mahon, qeveri e mirë, sepse e korrigjojnë njona tjetën për asyut praktikave që i kanë të shmu. Për asyut se këto janë parti me gjithat qandës djatë. E nuk e lonë ato me shkep ndihma që a i thot shtesa, se ato janë ilegale, s'janë legale. Ato e bëhen për vot, me ble votën e shqiptarëve që janë mjerim. Dhe e fundit, që në shmetin spahive dhe plot analistirë menojnë që e bon me Fatmir Limen, është qeveria ma jo kredibile dhe ma e pa qëndrushme që mund me ndodhë Kosovës. Me Fatmir Limen? Absolutisht. Për shkak të numrave dhe për shkak të... Edhe për shumë arsye tjera. Po, Drenor me